Policia e Pogradecit zbar djegjen e qëllimshme të dy automjeteve, njëra në dhjetor 2025 dhe 3 ditë më parë. Uniformat blu kanë arritur të identifikojnë dhe më pas të arrestojnë autorin e dyshuar të zjarrvënieve, 38 vjeçarin Julian Troka. Ndërkohë u shpallur në kërkim porosici i dyshuar 38 vjeçari Eno Flamuraj, 38 vjeç, banues në Korçë. Sipas policisë, Flamuraj dyshohet se ka porositur djegjen e një automjeti tip Range Rover 3 ditë më parë në Pogradec, si dhe një tjetër zjarrvënie të ndodhur në dhjetor ku u doq një automjet tjetër. Në lidhje me këtë ngjarje është proceduar penalisht një 21 vjeçar për veprën penale të moskallëzimit të krimit. Sipas zburimeve policore, Flamuraj nuk është emër i panjohur për drejtësinë. Në shkurt të vitit 2024, ai u përfshi si një nga 3 autorët e dyshuar të sulmit ndaj zyrës së noteres Esmeralda Dauti. Gjëra në ato kohë shkaktoi reagim të fortë pasi sulmi u konsiderua një akt i rënd presioni. Po ashtu, 38 vjeçari është akuzuar më herët si pjesëtar i grupeve të strukturuar kriminale. Sipas hetimeve të mëparshme, ai dyshohet dhe për trafikim të lëndës plase Tritol nga Kosova drejt Shqipërisë. Policia vijon punën për kapjen e tij dhe për zbardhjen e plotë të gjitha ngjarjeve ku ai dyshohet se është i përfshirë.